tregu për cilën rastin i ftuar sot në prokurisë? Drejt 11.000 euro në restorantin e Ridvan Muharremit e deri të kontrata për grur që se erdhi kurr, e vaja sheqer që gjithashtu u paguan për Kosova se pranoi kurr. Aktakuza e re e prokurisë speciale ka tronditur Ministrinë e Industrisë dhe vetë qeverinë kurde. Në qendër të hetimeve është ministrja Rozeta Hajdari, e cila dyshohet se ka udhëhequr një proces të mbushur me keqpërdorime në menaxhimin e rezervave shtetërore. Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës, më saktë prokurorët Valdet Gashi e Miliot Krasniqi, kanë ngritur një akt akuzë kundër ministrës së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, ish zëvendës sekretarit të saj Irfan Lipovica, drejtorit të Departamentit të Rezervave Shtetërore Hafiz Gara dhe biznismenit Ridvan Muharremi, pronari i restorantit Buke Zemër. Sipas aktakuzës nga marsi i vitit 2022 e deri në korrekt të 2023-s, janë harxuar 11.000 euro për dreka zyrtare në restorantin e Muharremit, biznismen që përmendet edhe si ndërmjetës në kontratën e furnizimeve strategjike me vaj, miell e grër. Në të njëjtën kohë, Ministria kishte nënshkruar marrëveshje për blerjen e 10.000 tonëve gror nga Turqia, me çmim afro 200 euro për ton, më shumë se në treg, ndërsa një pjesë e sasisë, sipas aktakuzës, nuk arriti asnjëherë në Kosovë. Në akt akuzë thuhet se Hajdari dhe zyrtarët e tjerë kanë shpërdorur pozitën duke i dhënë përparësi kompanive të lidhura me individ të caktuar, pa respektuar procedurën e prokurimit. Dëmi ndaj buxhetit të shtetit, thuhet në dokumente zyrtare, ka pshumen 3 milion euro. Në mars të vitit 2022, qeveria udhëhequr nga Albin Kurti shpalli gjendje emergjente për sigurimin e rezervave shtetërore të ushqimit, vaj, sheqer, miell dhe grër, për shkak të krizës globale të shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Në këtë kuadër, ministra Rozeta Hajdari mori kompetencat e posaçme për blerjen e mallrave strategjik, duke vepruar përmes një grupi të ngushtë zyrtarësh në ministri. Pikërisht këto, sipas aktakuzës, lëndën shkelje të rënda. Kontratat e dyshimta përfshin furnizimin me 10.000 ton grër me vlerë 4.834.778 euro. Sipas prokurisë, çmimi kontraktuar ishte 483 euro për ton, ndërsa në treg ndërkombëtar në mars të vitit 2022 çmimi ishte rreth 290 euro për ton. Kjo diferencë për 193 eurosh për ton solli një dëm prej afro 1.93 milion euro. Për më tepër, një pjesë e grurit nuk ka arritur në Kosovë, megjithatë pagesat janë kryer. Kontratat e dyshimta u nënshkruan edhe për vaj dhe sheqer, për mallrat nuk kanë arritur asnjëherë në Kosovë, duke shkaktuar humbje shtesë në qindra mijëra euro. Aktakuza përmend gjithashtu shpenzimet për 11.000 eurosh për dreka dhe darkat zyrtare në restorantin Buke Zemër në periudhën mars 2022 korrekt 2023. Pikërisht në ditën ku ishte nënshkruar kontrata për blerjen e grurit nga Turqia, është zhvilluar një drek në lokalin e paguar me para publike. Prokuria dyshon se përmes Muharremit janë ndërtuar lidhje për përfitim personal dhe ndarje të kontratave në mënyrë të paracaktuar. Aktakuza thekson refuzimin e Albin Kurtit për të dëshmuar në prokurori, pavarësisht se ai ka pasur dieni dhe është i përfshirë në këtë rast. Prokuria thekson se pavarësisht 3 tentimeve, urdhëresave nga gjykata e gjobës nga kjo e fundit, Kurti nuk shkoi për të dëshmuar. Megjithatë, prokurorët kanë theksuar se Albin Kurti do të ftohet në proces gjyqësor. Në akt akuzë përmendet edhe mbledhja urgjente gjatë natës, ku zyrtarët janë thirrur për të bërë planin e rezervave sekrete shtetërore. Një punonjës i ministrisë ka deklaruar se është kërcënuar dhe ofenduar personalisht nga ministria Hajdari, pasi kishte refuzuar të nënshkruante dokumentet pa procedurë ligjore. Ofendimet nuk kanë përfunduar me kaq. Hajdari kishte bërë të vështirë jetën zyrtarëve të ministrisë. Gjua ofenduese, presioni e kërcënimet të ndryshme kanë rrëfyer ata në akt akuzën e prokurisë speciale për rastin e rezervave. I pari dhe më brutali ishte gjua përdorur ndaj udhëheqësit të divizionit për rezerva Hafiz Gara, që është i akuzuar në këtë rast. Gara ka treguar se ministri Hajdari e kishte quajtur idiot. Të gjitha këto janë deklarime në akt akuzën e prokurisë speciale të ngritur nga prokurorët Valdet Gashi dhe Miliot Krasniqi. Por ky nuk ishte rasti i vetëm. Kishte edhe disa raste të tjera ku dëshmitarët e këtij procesi kishin treguar për presionin që kanë pasur nga Rozeta Hajdari. Në një takim që dëshmitari Ermal Kutlovci kishte pasur me ministren Hajdari dhe një pjesë të stafit të saj,
ajo kishte përdorur gjuhë të rëndë, kjo pasi që Kotllovsi kishte alarmuar qysh me parë lidhur me shkeljet ligjore që po bëshin në rastin e rezervave. Madje Kotllovsi ishte zyrtari i vetëm që nuk kishte pranuar të nënshkruante një deklaratë konfidencialiteti. E në takimin e vitit 2023, Rozeta Hajdari i kishte kërcënuar me burg, më pas i kishte drejtuar me gjuhë të ashpër, mbyllë gojen, mendimi yt nuk më intereson fare, kur jam unë këto ti nuk flet, thuhet në aktakuzën e prokurisë speciale. Pasi dëshmitari kishte vazhduar të plesten, ndaj tij ishte iniciuar masë disiplinore. Madje ishte larguar edhe nga vendi i punës, për që më pas ishte kthyer me vendimin e Këshillit të Pavarur Civil. Gjithashtu, ministria dhe stafi i saj akuzohen se i kishin dhënë biznismenit Muharremi informacione konfidenciale për rezerva, duke shkelur ligjin për ruajtjen e fshehtësisë zyrtare.